Opa! Hajde, brasiliane, hajde! Opa! Televizion shqiptare drejt për drejt nga Veli Poja. Jemi pikërisht në Grand Europa Resort. Shikojeni çfarë resorti fantastik, i cili na ka mikpritur sot për që në një transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të fundit të programit të tjera shqiptare. Një mrekulli, këto pamje që po shikoni, do t'i vini re me shumë kujdes, por unë do doja që ju t'i shijonit, sepse është pikërisht ky resort në zemër të Velipojës, i cili ka një strukturë fantastike. Imagjinoni janë 4 pishina, janë 3500 metra pishina, vetëm pishina, ku vetëm kjo është një pishinë gjigande dhe mbi të gjitha është i vetmi në zonë që ka një aqua park për t'u argëtuar jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit. Keni bërë qef sot po jo? Shumë kanë bërë qef. Ushqimi janë 135 dhoma, me kushtet më komode, më të përsosura, por mbi të gjitha ka dhe pishin indoor, dhe për gjithë ju që doni të bëni konferenca nga do që të vini, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, kudo, keni dhe mundësi që të bëni dhe në një sallë konferencash, të bëni dhe mbledhjet tuaja, edhe të bëni qef dhe të mblidhni stafet tuaja me gym, me spa, me të gjitha gjërat e mrekullueshme që mund të ofrohet një vend pushimi siç është ky vend i jashtëzakonshëm në Velipoj. Prandaj, në qoftë se dëshironi të vini, Velipoja Grand Europa Resort, futuni me njerë tani në Instagram. Unë sapo kam publikuar dhe një foto në Instagramin tim, edhe në Facebook të ndiqni të gjitha adresat ku ju mund të kontaktoni për të ardhur në këtë vend fantastik. Do vim prapë këtu. Gjithmonë, edhe unë do vi. Atere, pyesim komisionin, zonja e ti. Ardit, e para punjatjeta edhe të gjithve të tjerëve punjatjeta, por të falenderoj në solën në mrekullin e Velipojës edhe njëherë, rofsh. Po që të shkonda je balkoni aty lartë ku ma pive kafe? Shumë faleminderit. Falenderoj. Bashkë me Asanin e Goglave, kur ju bashkë atje me Erindën, pastaj një treshe simpatike. Zonja Brunilda Majkaj, përshëndetje nga autoritetin mbikëqyrës të Tureve të Fatit. Mirë se ju gjej gjithve. Si ka mundësi që zonja mbarime vjen, po thuaj se gjithë vitin dhe kur vjen puna për gjërat mira, paf, vjen zonja Brunilda. Ç'është e fatit? Greta Basha nga Zyra në Hotel Sanja Tel Hallari, përshëndetje dashur Greta, përshëndetje. Përshëndetje Ardit, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Edhe Erinda Jone, Erinda i Televizios, përshëndetje dashur. Mirë, atëre le të marrim një informacion se për çfarë shumë do të luajmë sot. 11.464.000. Hajde, mbi 11 milion do të luajmë sot. Dhe më lejoni që përpara se të fillojmë dhe të tërheqim kontrabiletat për ata të cilët do të vinë javën që vjen. Do doja të përshëndesja të gjithë pushuesit që janë këtu, përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje, një pjesë të tyre pata kënaqësinë që t'i takoja dhe bëfshi qef dhe kalofshi sa më mirë. Mund të bëni të gjithë me dorë se edhe ju shikojnë nga shtëpit kudo që jeni. Okej, faleminderit. Ja, i dhash dhe një puthje nuse stime aty sipër në balkon që është me zonjën Belma. Atëherë, bëhemi gati për 5 kontrabileta të jepi e dashur Andresa, fillojmë. Jam që vjen, kush do të vi? Opa! Mati Gaculli nga Lesha, që kemi afër. Hopa! Je Vilda? Gjojmë të komisioni, edhe këtë kontrabiletën. Se prite poshtë, se kushtet i kush e ka farë. Bukur. Zak Klyzi. Këtu brenda ndodhen dhe të gjitha kontrabiletat të cilat janë bler nga website-i telebingo.al dhe Marin Skënderasi nga Fieri do t'jetë fituesi i tretë, i cili do të vi javën që vjen për rrotën e fatit. Urdhëroni, e çojmë te komisioni.
Selman Hoxha nga Durrësi, fituesi 4, që do të vi javën që vjen. Urdhëron. Drejt për drejt nga Velipoja, të gjithë ju që keni ardhur tani. Grand Europa Resort, një resort fantastik ku jemi në transmetim të drejt për drejt dhe nga Durrësi do të na vi Aljo Hoxha javën që vjen që është i 5. Bukur. Okej, faleminderit Selin. Mirë, atëre ne fituesit e rrotës së fatit i kemi mirë pritur në studio dhe kështu që do të keni mundësi që të shikoni 5 të parët dhe gjithçka që ne kemi zhvilluar në studio. Ju mund të shko bëj një pishim të vogël ndërkohë që ndjekim fituesit. Le ti ndjekim fituesit bashkë. Jam me zotin Hekuran nga Librazhdi. Përshëndetje. Përshëndetje Artet. Si jeni mirë? Mirë. Jo mirë. Mirë, shumë mirë. Jo përshëndetje. Patjetër. Jo përshëndes ju, komisionin nderuar. Përshëndes familjen time. Tjen vajza. Përshëndes gjithë atë që më duan dhe i dua. Mrekulli. Atëre jepi dashur, Albanian Courier do t'ju japi lekët shtesë, urdhro. E rotullon fort. Hopa, bravo. Atëhere të kaloj 1 centi 23.000 lek. Ta bëjmë foton bashk? Hajde, ta bëjmë foton, ta kesh kujtim. Faleminderit, mund të shkosh pranë komisionit dhe vjen Klejti nga Pogradeci. Si e Klejti? Mirë? Shëndet mirë? Mirë. Është freskët në Pogradec, nuk është kaq vapsa në Tiranë. Po ju afrohemi nga pak. Po dhe ne freskët jemi këtu. Po, shumë. Okej. Jepi dashur. Atëre ja ku është posta e shpejt Albanian Courier që ju jep parat mbi 20.000 lekët që ju keni të sigurta. Një shumë e mirë është për të kapur 1 milion, 2.000 lekë të reja. Urdhroni dhe u pranë komisionit. Eja i dashur këtu, ku bëshkon, bashkim ku bëshkon. Si e? Mirë. Ju mirë? Mirë, shumë mirë. Jemi gati të rrotullojmë rrotën e fatit? Jepi dashur. Atëherë. Opa. Bukur, ja ku krye dhe rrotullimi plot dhe përveç 20.000 lekëve të reja, ju do të keni dhe 2.000 lekë të reja. Jeni kandidat edhe ju për 1 milionshin. Okej. Urdhroni pranë fituesit tjetër nga Pogradeci dhe vjen nga Berati, zonja Eftali. Si e mirë? Në emër të babit dhe ju falenderoj po në emër të babit, të gjysh Dimitrit që thot, unë kam një kontrat me Niprit dhe Mbesat, prandaj luftoj dhe marrë gjithmonë Telepingo. Urime të gjithëve, gjithë fituesve. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve, faleminderit të Vëklan, faleminderit Telepingo. Kënaqësi. Jepje dashur, e rrotullojmë. Opa. Tadia. 20.000 lekë, i ketë fituara plus të bën 300.000 lekë të vjetra. Okej, urdhroj dashur. Dhe kemi dhe Nazmiun nga Elbasani. Nazmi, mirë se më vjen. Jurojmë shëndet, shabat. Shëndet keni dhe ju. Faleminderit Telebingo shqiptare. I them gjithë njerëzve që të marrin Telebingo se do vinë një ditë që do të falenderoni televizionin Klan dhe komisionin. Dhe komisionin. Përshëndet. Ka të bëj një përshëndetje? Qarë të duash? Djalin tim në Forli me gjithë dusen e djalit edhe 2 Niprit. Shumë, ti kesh me jetë. Jepi dashur. Në qoftë do bësh 1.000 lekë ose 1 cent e fiton ti 1 milionshin. Opa. Ja dhe Alban Courier që ka dhe një ofertë ekonomike për postën me Greqin, që ja u rekomandojmë. Dhe ec. Jo. Atere, 25.000 lekë të reja për ty. Bëjmë një foto. Okej. Mund ta merrni edhe foton. Kemi një ndeshje. Kemi 2 lojtarë me 2.000 lekë. E janë këtu. Njëri nga ju do fitoj 22.000 lekë. Edhe një tjetër 1.002.000 lekë. Filloni pari zotria, urdhroni. Jepi, e keni ju. Pa. Bukur. Atere, bashkimi nga Durrësi përsëri qëndron ke 2.000 lekëshi. Duhet ta thyesh tani, urdhro. Po gradisari ynë e ka radhën,
i cili duhet ta thyej 2000 lekshin, atëre Kledi, të shohim nëse do bësh më pak se 2000 lekë për të marrë. Dhe, shikoj çfarë të ndodhi, more për pak pare. 7000 lekë. Shkojmë pranë lojtarëve të tjerë dhe faleminderit. Atëherë, jemi me bashkimin në Durrës, i cili fiton 1 milion për bashkimin. Ti gëzosh i dashur, ti gëzosh. Mirë, unë ju përshëndes, ja dhe komisionin që verifikon të ra fotoja bashkim, kujdes, bolt mos të bjerë 1 milion, që po foton e bëjmë prapë. Okej. Kemi një ardit në Velipoj të cili duhet i kalojmë linjën. Dakor, t'i kalojmë linjën? Pa tjetër. Ardito, jepi. Ardito, si galli, ti atje në studio. Unë jam këtu në Velipoja Grande Europa Resort. Kejnat, shiko çfarë mrekulli që është, një pamje fantastike. Drejt për drejt nga Velipoja në këtë ambient të jashtëzakonshëm, do fillojmë me njëherë telefonatat me Andresën. Jepi Andresa e dashur. Hopa. Telebingo. Bravo Hakiu, përshëndetje. Përshëndetje, si të kam, mirë? Mirë, falenderoj ju. Ju jeni zoti Haki Sadushi? Unë jam i biri. Si e keni emrin ju? Artan. Si e ke? Artan. Artan, je telefonata e parë dhe të ra Telebingo, të rënd makina, ose rroga, ose qa dushti. Falenderoj. Artan djali, fillojmë nga çunat. Armando, Renato, Johnny, Alvaro, Avi, Elda, Jenny, Regina, Angela dhe Selin. Renaton, si e do? Renaton të kuq, jeshil, blu apo çokoladë? Jeshil. Vjen Renato, jeshil. Marim dhe një jeshile tjetër. Le të vi Elda jeshile. Bakeri. Përshëndetje Ardit. Jepi, mos e merr lento. 3 alternativa. Jep. Avi kuq, Regina e kuqe dhe Selin jeshile. Mrekulli. Tanqe. Urdhro. Kemi 2 zgjedhjet e tua dhe të mijat, por kemi dhe 3 alternativa nga Bankeri. Ku do rish? Po, zgjedhjen e... Do rish ke Bankeri apo ke Renato me Eldën? Te Renato me Eldën. Mo Renato, shpresa jote, ku shkon? 25.000 lekë ka Renato. Dhe Elda jeshile ka 40.000 lekë. Pra dhe 5.000 lekë të reja që ti dhe Telebingo, 70.000 lekë. Ti këzosh tanë që... Shumë falenderit, zotë Ardit. Faleminderit ty, miru pafshim i dashur, ciao. Miru pafshim, falenderit. Miru pafshim. Gjithë të mirat. Edhe ty. Vazhdojmë Andresa, jepi gjithë të mirat, miru pafshim i dashur. Opa! Simpati, jetu më vrosi me alti. Po, si sa mu me nuj dashni. Jo, nuj mu me mu gusht ka shti. Krejt komi bo veç me bin. Me tregu që te për mu ki lin. Pa mu prap se prapje ma e mira. Po, prap se prapje ma e mira. Trego mi dëshira. Të plëtsoj edhe pa i fryqirat. Kedo kon ma let, kur jëm kon i ri. Kur je kon e re, kur nuk ta ka ni e probleme s'kam ne. Ta zhvesh arsye me qet. Alo. Urdo. Blerim, si të kam? Mirë, mirë, si të kam unë ty? Mirë. Qa po bën tani ti? Ta shime tonë breve jam të ikë për shqilë. Po shkon shpi? Po. Hajde në Velipoj, vlla.
Është ky resorti Grand Europa I papar. Merr edhe familjen, ne po bëjmë dhe telebingon këtu. Me parat që do fitosh, kalon ca ditë në këtë mrekulli. Faleminderit Ardit, faleminderit. Përshëndetje I dashur, përshëndetje. Faleminderit Ardit. Mirje. Mirë Ardit. Do luajmë. Po valla. Hajde. Atëre, fillojmë nga çunat. Armando, Renato, Johnny, Alvaro, Avi apo Elda, Jenny, Regina, Angela dhe Selin. Si thua ti, ku do shkosh? Te I pari Ardit. Tek Armando. Po. Si e do Armandon, të kuq, jeshil, blu apo çokolad? Po marrim kuqin. Të kuqin. Vjen Armando I kuq dhe vjen dhe Jenny jeshile. Bukur. Bankeri. Angela jeshile po. Dhe Johnny kuq. Angela jeshile dhe Johnny kuq. Atëre, I dashur, kemi 2 zgjedhjet tona dhe 2 propozimet e bankerit. Çfarë do të bash? Po mor këto 2.000 Ardit. Bravo. Atëre, Renato, sa vlen dashuria jote? Më fal Armando. 25.000 lek, 25. Kam thënë do të çoj nga ansambli këngëve dhe valle popullore të shpëtoj. Atëre, 25.000 lek. Ndërkohë Jenny ka Preciosa. Dhe 25.000 lek të tjera, gjysmë milioni dashur për ty. Faleminderit Ardit, faleminderit. Faleminderit ty, mirupafshim gjithë të mirat. Mirupafshim, faleminderit. Ju përshëndet. Edhe unë, mirupafshim. Faleminderit. Andresa, prit. Do të kemi pak publicitet. Dhe pastaj do të rikthehemi përsëri. Publicitet. Ja, ku jemi në pjesën e 2 Telebingo shqiptare dhe me Andresën së bashku do të zgjedhim kontra biletat për 5 fituesit e tjerë të cilët do të vinë për të luajtur me rrotën e fatit javën që vjen. Jemi në Velipoj dhe në qoftë të futeni në Instagram apo në Facebook tek Velipoja Grand Europa Resort do shikoni një gjë si jashtë shtetit, themi ne. Atëherë, Amaris Daniel Dani nga Tirana. Hajde ti me vrap, jo mos hajde ti me hap, mos I vish sot gjitha, vrite mos e zgjap, vishu me të ngushta, vishu me të gjona. Stavro, Kolonga, Flora. Urdhëroni. Irena, Saca, nga Korça. I javën tjetër do të vi të luaj me kontra bileta në Telebingo Bingo shqiptare. Ramadan, paja, nga Fieri do na vi, nga Fieri, Ramadani javën që vjen do të takoj. Opa, Andresa, I jepi, përzjej, ma jem që që jërë gjithi. Jonatani nga Burreli me 3-3 në fund, do vi dhe ai javën që vjen. Op. Kemi më? Jo, baruam, të është të 10. Atere, edhe 5 fituesit e tjerë të rrotës së fatit, ne kemi qiruar në studio, Arditi në studio. Dhe jam me një mik
që ka qëndër të parët në të dielën shqiptare. Të dielën shqiptare. Në çfarë viti kemi qenë? 2008-2013. Pra për 5 vite. Ke qenë inspektor i gjithë shkaj që ndodhte në të dielën shqiptare. Në të dielën shqiptare. Bukur. Të ka marrë malli? Shumë. Jemi në shtëpi të re tani. Nuk mësohesh dot me këtë shtëpinë e re. Mirë. I dashur Gjevalin, jam shumë i lumtur që ke ardhur, që je fitues i Telebingos dhe jemi në rrotën e fatit. Atëre, le ta rrotullojmë, 20.000 lekë janë të sigurta, zysh lirën, mirë e kam? Mirë. Domi për shumë të fata. Gocën të mirën? Mirë, forta. Okej. Jepi dashur. Atëre, Gjevalini nga Tirana rrotullon rrotën e fatit dhe posta e shpejt Albanian Courier, edhe me ofertë ekonomike për postën me Greqin, përveç 20.000 lekëve, jep edhe atëhere 22.000 lekë, shanse për 1 milion shqip kemi Gjove. Qa kujtimi bukur. Faleminderit ty, miru pafshim i dashur. Eja e dashur, vjenet Leva prej Shkodret. Si e? Mirë, faleminderit. Më kollaj do të kishte rënë që të vje në Velipoj. Po. Shansi. Okej. Jepje dashur, atëre leta rrotullojmë rrotën e fatit dhe të shohim përveç 20.000 lekëve cila do të jetë shuma që do të na çojë Etleva në shtëpi. Edhe Etleva 23.000 lekë. Bëjmë foton? Ta bëjmë kështu. Okej. Faleminderit ty. Vjen Isai nga Tirana. Si të kam, Isa? Mirë? Do të rrotullojmë rrotën e fatit? Do t'i marrim ato lekë? Po më lejo desha të bëjmë përshëndetje. Koincidencë. Qarë të dua? Që unë i ka të linjen, është emigrant në Angli, ju rëjt. Si ka emrin? Blerimi. Blerimi edhe 100 të përshëndesit. Shëndet për mund të rritë. Fat të sjellë Blerimi. Jepi. Ja dhe rrota e fatit që rrotullohet dhe do shohim se sa para do të marrë Isai. Atere, për Isajn, nuk vaj do tek 1 centi. 26.000 lekë. Bli një dhurat djalit në që që ka t'i piti. Okej. Urdhroni dhe Piero nga Korça. Si e? Përshëndetje. Mirë, ju mirë? Faleminderit. Sa e duan të Korçën? Ha? Jebi, ku punon ti? Unë jam mësues. Mësues? Në shkollën 9 vjeçare në Stavri Themeli në Korçë. Sa mirë. Okej, ka në një restorant të mirë aty afër? Ka. Nuk i themi ebra. Jepi dashur Piro. Atere, Piro rrotullon në rrotën e fatit, u krye rrotullimi plot, 20.000 lekë ka në xhep, dhe Albanian Courier jep aq të iku mor Piro për njëckë. Bëjmë një foto. Okej. Urdhëroni dhe shkëlqimi nga Kamza. Mirë se vjen shkëlqim djali. Mirë jem. Mirë, mama. Do të marim 1 milion shi. Shpese, ja merë plaka se është aty të mra. Jepi atere. Opa. Ky është rrotullimi më i fortë që ka qenë ndonjëherë në Telebingon shqiptare. Do presim deri në orën 7:20 sa të mbaroj ky rrotullimi. Atere, urdhro. Plaka të ka qef me taku. Patjetër që do të takojmë. Sa po të mbarojmë? Këtë moment do takojmë me mamin tënd dhe 4.000 lekë, 24.000 lekë. 24.000 lekë, bëjmë foton? Okej. Urdhroni, dashur. Ja ku jemi. 24, 27, 26, 23. E mërgjove, se do të të jepja dhe 1 milion. Ja prit se erda. Është diçka me fat, sepse sot kam ditëlindjen. Jo! 77. Edhe 100 të tjera. Wow! E papar, urdhron Gjeni, fantastike. Atere, po, sa mirë që e bëri Telebingo dhuratën se na shpëtoj ne të tjerve. Atere, ja ku jemi. 1 milion për Gjove në Tiranë edhe 100. O, sa bukur.
Ti kësosh. E po i takon të Gjovalinit 1 milion se ka ditëlindjen. Bashkë do shjemi në ditëlindje tuaja që do bjetë ditë të djela, kur të keni 1 milionshin edhe ju që ta fitoni. Mirë, jam shumë i lumtur. Shumë të fala në shtëpi, familjes tënde të mrekullueshme, dhe të uroj jetë të gjatë e plot shëndet dhe pleqëri të bardhë siç ke shpirtin tënd. Okej. Dalim në Velipoj, urdhro, zonja Adith, urdhro, më fal, urdhro. Nuk e doni shumë se sa... Mos më thuaj që i mblodhe. Po. Po ne që duam bankerin, po ne nuk e duam bankerin fare, po që duam bankerin më, iku bankeri, po më dalje. Atëre, cila shuma që kanë marrë sot? 4.020.000. Edhe qarë fati, me zonjën Edith kalon dhe shuma 4 milion. Atëre, bëhemi gati, Gjobe? Okej. Nga rrota e fatit, sot kanë fituar mbi 4 milion lek. Shumë mirë. Rikthehemi në Velipoj dhe Arditi Merlin atje. Jepi çuno. Pra e dëgjuat live min që ishte. Nga rrota e fatit mbi 4 milion janë fituar. Atere, Andresa, filloj me telefonata, t'jepi. Ondra bileta e parë nga Dona Fi. Opa Lela! Aurela! Bisha! Bum, bum! Opa Goca! Alo? Telebingo? Milan, 5.000 lek të reja për ty, përshëndetje. Përshëndetje. Si, Po në ndishni Milan? Po. Atere, më thuaj zgjedhja jote cila do tjetë. Po të them 10 emra. Armando, Renato, Gjoni, Alvaro, Avi, Elda, Gjeni, Regina, Angela dhe Selin. Cila do tjetë zgjidhja jote? Gjenin. Gjenin, si e do? Të kuqe. Të kuqe. Atere dhe Renato i kuq, vjen afër Gjenit. Dhe të shojmë se cila do tjetë alternativa që do të jap bankeri. Opa? 3 alternativa për Milan. 3 për Milanin. Gjoni e Shil, Regina Çokollat dhe Selin Blu. 3 alternativa. Shtohet kërcimi këtu, kush vjen, vazhdon me koreografin, opa. Milan. 2 apo 3? Si e do? 2. Atere këto të dyja që zgjodhen bashk. Po. Opa. Atere Gjeni e dashuris ka 70.000 lek. Dhe Renato i dashuris ka Wordflex 25.000 lek. Por ti ke 75.000 dhe 25.000 ti shkon në 1 milion. Ti këzosh i dashur, ti këzosh 1 milion për ty. Okej. Faleminderit juve. Mirupafshim. Gjithë mira. Faleminderit. Andreza, vazhdojmë. Hopa. Para me nomu kon emram të not Atë ka ndodh na herë lomu nisa s'dina qaki E probleme tua mos me t'lon as me një vrit Fucking low Nuk e di për nesër a kena me pas tjetër shans Se nuk mune me këthy kohën mas edhe me dasht Yo
Telebingo. Bravo Miranda! Miranda Boja nga Fieri, përshëndetje Miranda. Faleminderit shumë Lexo. Po si e? Mirë. E shkon sa bukur është këtu në Velipoj. Po. Grande Europa Resort, një resort fantastik. Shiko çfarë pamje që është. E që do me shkuja shtetit kur kemi gjithë këtë resort fantastik të në Velipoj. Dhe di qërë tha, se takova njësoj nga Amerika, edhe tha, nga New Yorku ishte, e tha, unë nuk kam parë një vënd të tillë që të rrethohet nga pylli, nga deti, nga mali dhe nga lumi. Është i vetmi vend që rrethohet nga këto 4 mrekulli të natyrës që na i ka falur Zoti dhe pikërisht këtu është ndërtuar dhe kjo mrekulli që quhet Grand Europa Resort në Velipoj. Bukur, ja shikoni sa bukur që duket. E dashur, unë do t'jap 10 emra dhe do zgjedhësh një prej tyre për të provuar fatin tënd. Duke filluar nga Armando, Renato, Johnny, Alvaro, Avi, Elda, Jenny, Regina, Angela dhe Selin. Më thuaj. Elda Çokolat. Elda Çokolat. Së bashku me Eldën Çokolat, po t'jap edhe Avin Blu. Po, faleminderit. Të lutem. Bankieri. 3 alternativa për zonë. Yes, bravo Bankieri. Johnny Jeshil, Alvaro i Kuq dhe Selina e Kuqe. Bukur. E dashur, dëshiron 2 apo 3 zarfa? Unë po Eldës. Eldës, nuk i ndajmi Eldës. Atre Elda Çokolat. Çfarë ka çokolada? Jo. Prit, nuk do të tregosh. Prit, jo. Ma jep mua këtë. Ja, e mora. Më ndiqni pak tani, më ndiqni. Qarë është kjo? Makina Mitsubishi Spesta! Faleminderit. Keni fituar makinën! Dagëzoni! Shikoj pak çfarë Mitsubishi ke fituar. Shikoje, ja ku është. Makina që pretyrje të televizionit Klan dhe javën që vjen do të vi pikërisht në ambient aty ku do të jemi dhe ti do të vish ta marrësh makinën atje. Ta gëzosh makinën. Hemi Elda, çfarë fati që ke, çfarë fati. Avi Blu. Se propozua 30.000 lekë, Avi, pra 35.000 lekë. Ke fituar. Faleminderit. Ta gëzosh, ke fituar makinën dhe 35.000 lekë. Urime! Kënaqësi e madhe. E çfarë shansi që solli Velipoja. Kur do kontaktohem? Atëherë, nesër do të marrin nga kompania Telebingo shqiptare në telefon. Do shkosh do plotësosh të gjitha dokumentat dhe si sot java e merr makinën dhe e çon në shtëpi. Faleminderit. Kënaqësi e madhe, mirupafshim e dashur, ciao, shihemi të tjerë në ardhshme bashkë. Mirupafshim, gjithë të mirë aty. Mirupafshim. Sa bukur. Ja pra, çfarë sezoni çmendur u fitua edhe një tjetër makinë, edhe rrogë para 2 javësh. Kjo është Telebingo shqiptare. Atëre, un kam një njoftim të rëndësishëm për t'ju bërë. Tani ju keni mundësi që të blini bileta online tek faqja telebingo.al. Për të depozituar parat, duhet paraqiteni me një nga pikat e shitjeve të biletave Telebingo dhe të kërkoni kartën në internet. Më pas, regjistroni në faqen telebingo.al me të gjitha të dhënat e sakta. Kujdes, vendosni saktë të dhënat tuaja, sidomos numrin që është kriter për lojën telefonike. Pasi aktivizoni kartën në internet, jemi gati për të përzgjedhur biletat tuaja. Biletat blini online, aq edhe kontra biletat do të plotësohen dhe do të jenë në lojë njësoj me kontra biletat e tjera. Karta internet duhet ruhet me kujdes, si ako karta që kam unë në dorë, sepse mund t'ju shërbej sa herë që ju të dëshironi të rishni para ose të depozitoni para. Për më shumë informacion, klikoni në telebingo.al që në këtë moment, ose nga nesër paraqituni në pikat e shitjes së biletave të Telebingos. Telebingo ju uron fat. Bukur. Atëre, Andresa, vazhdo me telefonat tjetër. Jepi e dashur, forca!
fitua dhe makina sot, oh! Ja. E pse ma mbyllë? Atere, Laim Deda nga Bulqiza është e dyta herë që ma mbyll telefonin dhe sipas rregullores duhet të provojmë një numër tjetër. Opa! Opa! Nail! Alo, Nail? Po, fort. Ku je, more? Te shtëpia. Te shtëpia? Po. Çfarë bën njeriu në shtëpi në këto ore? Diti? Po, fort. Ta të regoj unë çfarë duhet bësh? Po, fort. Ke fat? Po, fort. Jo, ke Arditi. Bravo, Arditi jam, se të kam sjell fat nga Telebingo Shqiptare dhe sot sapo u fitua makina. Dhe ne jemi drejt për drejt i dashur. Ti je në Peshkopi apo jo? Po, Peshkopi. Ndërsa ne jemi në Velipoj, në Grand Europa Resort, këtu në Velipoj drejt për drejt dhe unë tani ty do të propozoj 10 emra dhe do të zgjedhësh një prej tyre sepse makina u fitua ka mbetur edhe rroga edhe 1 milion shi. Gjeje, forca. Filloj me Armandon, Renaton, Gjonin, Alvaron, Avin, Elda, Gjeni, Regina, Angela dhe Selin. Hopa. Armandon, si e do Armandon? Ka ikur e kuqe Armandos, i ka mbetur jeshilja, pluja dhe çokolata. Aman. Hajde, çokolatën të provojmë. Si? Çokolatën. Çokolatën. Çokolata e Armandos. Unë po të ofroj edhe Alvaron Plu. Po. Të shohim se çfarë do të na japi bankeri. Regina çokolat, Angela çokolat dhe Selin çokolat. 3 goca me çokolata. I dashur do 2 çuna apo 3 goca, 3 çokolatat e gocave. I dashur do më japësh diet aty të vet. Urdhro? Ato që zgjodha. Ato që zgjodhe. Atëre, çokolata Armando s'ka? Jo! Ja, vai. Aman, më dishni. Hopa! Me gocën time, qani zonë të shpirti babit? Roga Telebingo! Hej! Fitohet Roga Telebingo! Urdhëro! E pa besueshme, sot fitohet edhe Roga edhe makina. Kjo është Telebingo Shqiptare. Gjysmë milioni çdo muaj për 2 vjet. Ta gëzosh. Adi. Mbaj më Renato. Hajde ta gëzosh Rogën. Sorry Armand. Atere. Alvaro ka 25.000 lek. Ja, ti kesh edhe për kafet e vogla. Atere, ke fituar Rogën Telebingo dhe 25.000 lek akoma.
fantastike. Po. Bravo Armando. Okej. Atëre ne do shihemi javën që vjen në Telebingon Shqiptare, të pres. Çfarë vendi do të vi arrit? Atëre të dielën që vjen do të shihemi në Tiranë. Po. Dhe që ditën e nesërme do të marrin në telefon nga kompania Telebingon Shqiptare që do të japin të gjitha të dhënat sepse do bëjnë disa dokumenta, disa gjëra dhe nga java që vjen, nga e dila që vjen ty të fillon në rroga Telebingo për 2 vjet 2 milioni çdo muaj. Çfarë dokumenta këtu? Dokumentat që duhen, karta identitetit edhe bileta. Kaq. Fatura e pagesës dhe biletës. Veç karta identitetit. Veç karta identitetit. Po. Dhe biletën mos harro. Biletën e karta identitetit edhe në ditën e tij, a? Jo, do të marrë nga kompania nesër dhe ditën e mërkur do bësh takimin e parë dhe të dielën firmos, zhvulloset nga zonja Sanja dhe fillon në rroga. Rrok. Miru pafshim i dashur. Rrok. Alvaro dhe Armando shkojnë në vendin e tyre. Ja dhe zoga ime atje në balkon. Në balkon. Zoga me mikeshën e saj të mirë. Atere, Hasan. Përshëndetje i dashur profesor Gjebrea, direkt nga Vilipoja. Nga ky Grand Resort Europa. Bravo, u kënaqe sot. U kënaqa shumë sot profesor. Të pashim ishe ka përpisur atë Ballë me ty me gigantin më të madh të Telebingos Shqiptare dhe të televizorit Lëri. Edhe të një miku tim që është shef pishine. Kush është shefi pishinës? Hajta përshëndesim. E përshëndesim zotin Ilir. Zotin Ilir. Është i mrekullueshëm. Nga i njefti zotin Ilir? Që radhës tjetër profesor, me ka shërbyer në mënyrë perfekte. Ashtu të pas ka mbetur në mendje. Me ka ngelur në mendje. Ti themi zonjës Belma që ta ngrejnë në detyrë. Meqense është sjell kaq mirë me ty. Kudo që shkon ti vetëm të mira sjell. Edhe sot një super spektakël, me shumë fitues. E gjithçka e bukur sot është ja ky resort që sapo pat nga këto pamjet e dronit, një resort fantastik. Jemi në Velipoj, drejt për drejt nga Grand Europa Resort. Një super resort që do t'ja u sugjeroja të gjithë juve që jeni duke na ndjekur për të ardhur dhe për të kaluar ditë të paharruara këtu. Atëre, Hasan, nëse jemi gati. Po, profesor. Fillojmë një herë me goglat. Dashur jemi me mbi 11 milion lek. Forca. Jepi, forca.
14. 26. 30. 39. 81. 7. 41. 65. 84. 3. 35. 71. 70. 48. 45. 17. 80. 52. Bingo! Ja ku jemi, bingo tashmë në Telebingo Shqiptare këtu në Velipoj dhe do të shojmë se në cilin qytet ka rënë kjo bingo. Atere, jemi në Tiranë, në qendër, është shitur në teren kjo bilet dhe që nga ndarë në 2 sepse kemi 573.200 lek dhe të shojmë se ku është shitur bileta tjetër. Përsëri në Tiranë, tek 17 nëntori është shitur kjo bilet. Do të marrim një informacion se sa bileta janë me një linjë dhe sa janë shitur me 2 linja. Atëre, kemi 13.425 bileta cilat fitojnë nga 50 lek se cila. Kemi me linjat fituara 237 lojtarë të cilët fitojnë nga 1.825 lek dhe gjithashtu kemi dhe 2 fitues të cilët janë në Tiranë me biletat e mëdha, pra shitet e mëdha. Ndërkohë pyet zonjën e ditës, zonja e ditë, a mund të më thoni se cili është numri i fatit? 2. 2. Kush ka numrin e fatit 2, atëre fiton gjithashtu dhe nga një bilet falas nga kompania Telebingo Shqiptare dhe me të cilat ju do të futeni në lojë. Është e pabesueshme sot se çfarë fati pas kanë patur fituesit e Telebingos Shqiptare, sepse pikërisht këtu në Velipoj u fitua edhe rroga, edhe makina. Tani në zarfa 1 milionshi dhe çmime të tjera, por që ne kemi kohë për të bërë telefonat e tjera, por do të kemi pak publicitet. Do ham pak apo jo? Pak publicitet, mos më ik, hajde këtu, kemi publicitet.
Dhe unë jam këtu me fituesin e javës kaluar, zotin Pandelish të Mbani. Përshëndetje i dashur. Përshëndetje e të dritë. Nga cili qytet vini ju? Tirana. Nga Tirana. Jeni munduar deri këtu? Deri këtu. Për të parë, për të parë. Faleminderit. Po të pëlqen ky ambient? Shumë. S'ka marrë më. Imagjino dikur, kur ishe ti i ri, imagjinoj një ambient i tillë në Shqipëri? Kur nuk imagjinoj. Asnjëherë nuk imagjinoj. Çdo të set i Shqipërisë, çdo mal, çdo fushë është bërë. Aha. Brekullia vetë. Sa bukur që është, sa bukur që është. A mund t'i marr dokumentat tuaja që t'i çojmë? I ke ti, bravo Andresa. Atëre, ja ku i ka Andresa, ju do të çojmë pranë komisionit dhe menjëherë do të marrim çekun me paratë që do të merri. Për çfarë do t'i shpenzoni paratë që do merrni tani? Ato para do t'i shpenzojmë për familjen, burrë, grua, si pse që jemi të kalojmë, ku të keni qef ne? Sa i lumtur që jam. Okej, atëre, Andres e dashur, ma jem? Ja. Zoti Pandelish të Mbari. Mbi 10 milion. Urdhëroj, dashur Andresa. Ja, jap direkt, zoti Pandeli. Urdhëroj, dashur. Turoj gjithë të mirat. Je djalin më i mirë që kam qenë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë, ndërkohë që unë po ju përcjell, ne do të ndjekim pak fituesit e javës kaluar dhe unë po ju përcjell që të shkojmë së bashku. Faleminderit. Ndjekim fitues. Përshëndetje, jam Bukuria nga Tirana. Me një bilet Telebingo fitova 1 milion lekë. Jam Ervin Gjeku, vi nga qyteti i Korçës dhe bleva një bilet Telebingo në qendër pazarin në Korçë dhe me të fitova çmim 500.000 lekë të vjetra dhe një çmim nga Max Optika. Quhem Musa Nureddini. Bileta është blerë në qytetin e Vlorës dhe me këtë bilet është fituar 40.000 lekë dhe 25.000 lekë të World Flexi. Jam Anita. Bleva një bilet Telebingo në Don Bosco në Tiranë dhe fitova 65.000 lekë të reja. Quhem Hanko Bulica, vi nga qyteti i Vlorës. Kam bler një bilet në qytetin e Vlorës dhe kam fituar 75.000 lekë të rinj. Jam Ladi Muslimi, vi nga qyteti i Tiranës. Biletën e bleva te vajzat e promocionit. Me një bilet Telebingo fitova 800.000 lekë dhe 2 orë. Unë jam Suzana Malindi, vi nga Tirana, me një bilet Telebingo fitova 70.000 lekë të rinj. Unë jam Besimi, ka bler 2 bileta në Shkodër dhe fitova 500.000 lekë të vjetra. Jam Aferdita, me një bilet Telebingo që bleva në rruga Bardyl, fitova 1.050.000 lekë të vjetra. Faleminderit Telebingo. Faleminderit Telebingo. Dhe unë jam këtu me fituesin sepse kishte shumë dëshirë që të bënde një përshëndetje. Urdhëro. Përshëndes familjen time. Aha. Përshëndes të 5 fëmijët. Ke 5 fëmijë? 5 2 vajza dhe 3 vajza 2 djemë. Ti kesh me jetë? I kam fëmijë të gjithë, të rahatuar të gjithë, të stabilizuar të gjithë. Çfarë lumturie për prindin kur i ka fëmijët e stabilizuar? Jam shumë i lumtur. Edhe ne. Faleminderit edhe juve. Kemi gjë tjetër? Do të përshëndes motrën time që e kam në Lipovsh të Fierit. Aha. Në qoftë se më shikon, e përshëndes edhe atë, përshëndes. Nipër dhe mbesa ke? Nipër dhe mbesa, kuto që janë jashtë apo brenda, i përshëndes. Të gjithë ata që më shikojnë në televizion. Edhe ne të përshëndesim ty dhe të uroj. Edhe përshëndes dhe 5 fëmijët që i kam si vje, kupton edhe i dua shumë, i kam gjanë. Okej. Faleminderit dhe të përshëndesim, vjen Ari dhe shoqëron zotrin dhe ndërkohë Andresa, fillojmë me njëre dashur me kontrabiletat sepse do të bëjmë telefonata. Opa. Vetëm na jër. Opa. Artur! Si të kam? Mirë. Unë jam Arditi Gjebrea.
Pse që? Po. Ti je në Fier. Ti je në Fier, unë jam në Velipoj, dashur Artur. Po. Dhe jemi drejt për drejt në televizionin Klan. Dhe nga Grand Europa Resort këtu në Velipoj, në këtë mrekulli fantastike, që më ka dhënë një energji të papar sot, që shkojnë edhe të gjithë telespektatorët dhe gjithë e ka marrë energjin nga ky vend i bukur dhe fantastik, ne do të luajmë së bashku. Atëre, sa është ora 9:13, kemi kohë për të bërë telefonata të tjera. Atëre, do të filloj me Armandon, Renaton, Gjonin, Alvaron, Avin, Elda, Gjeni, Regina, Angela dhe Selin. Atëre, po filloj me Armandon. Me Armandon. Armando që ka qenë kaq i dëshiruar sot, ka patur edhe rrogën dhe Lebingo. Armando ka jeshilen dhe blun. Armando. Atëre, jeshil apo blu? Armando faktikisht jeshile. Faktikisht jeshile. Gjoni blu. Hajde Gjoni, si mund të rije deri tani? Pa dal njerë këtu në sken. Bankeri. Kordit. Si e? Mirë. Nuk të ka rënë të fikë ty? Akoma. Okej, jepi dashur. Bëj ofertat e tua. Avi kuq. Po? Kaq. Regina kuqe. Po? Dhe Angela kuqe. 3 oferta për Keri. E pabesueshme. Atëri i dashur dëshiron 2 po 3 zarfa. Atëherë më fal, dëshiroj ato të para që zgjodha. Ato që zgjodhe ti? Po. Okej. Mirë, unë kam vetëm diçka për të thënë dhe për ata të cilët do telefonoj pak më vonë. Ki parasysh që dhe makina ka dalë edhe rroga ka dalë. Kështu që alternativat kur jep bankeri 3 do t'i konsideroja. Dua ta vërtetoj. Jeshilen, hape i dashur Armando dhe ti ke 35.000 lekë. Dhe Gjoni Blu ka 60.000 lekë. 95.000 lekë, nami sot. Po shpobet. Miru pafshim i dashur, miru pafshim. Miru pafshim, rrofsh edhe skandal. 950.000 lekë të vjetra, ti gëzosh i dashur. Faleminderit dhe juve se... Faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim. Urrënua Telepingo sot. Jepi, forca. Rovena Dilo me një krim të Adi Hilës në festivalin Kënga Magjike. Akim, a e di këtë këngën që po digjon tani? E digjon këtë këngën? Po. E nje? Po, tani e të mërë. Jemi drejt për drejt në Telebingon shqiptare. Akimi nga Vlora. Po, të gjithë, po. Po, më digjon, do të luaj me mua. Akim, digjon 10 emra. Digjon 10 emra dhe bëj zgjedhjen tënde. Ndërkohë ju përshëndes të gjithëve ju që jeni aty lart, që sa po ju pap në televizor. Okej, gjithë të mirat, bëni qef. I dashur, atere, Armando, Renato, Gjoni, Alvaro, Avi, Elda, Gjeni, Regina, Angela dhe Selin. Bëj një zgjedhje të lutem. Alo? Atere, Armando, Renato, Gjoni, Alvaro. Angela, si do Angela? Të kuqe, jeshile, blu apo çokollatë? Jeshile, Angela jeshile dhe Regina jeshile. Po. Bankeri. 3 alternativa. Faleminderit. Renato blu, Gjoni jeshil dhe Alvaro jeshil. Bravo, bankeri. Atëri i dashur dëshiron 2 apo 3 zarfa? Flora, 2 apo 3 zarfa? Atëre 3 zarfa të bankerit. 3 zarfët e bankerit, normal. Po.
40.000 lek, Renato, 40.000 lek. Gjoni, Max Optika, 25.000 lek të shpenzon dhe ka shkuar në 65.000 lek. Dhe 30.000 lek. Akoma 95.000 lek. Ti gëzosh i dashur, ti gëzosh. Alo? Po, të ju djoj. Ti gëzosh 95.000 lek të reja. Faleminderit. Faleminderit ty gjithë të mira të uroj. Miru pafshim, ciao. Faleminderit, atëre kurse të mërkurën do të bëni. Të mërkurën do vini në televizionin Klan, më falë, do të shkoni në zyrat e Telebingos shqiptare, ditën e mërkurë, dhe aty do të merrni edhe parat. Po, atëre, të gjithë fituesit, miru pafshim i dashur, të gjithë fituesit e Telebingos shqiptare, me njerë ditën e nesërme, pasi ne zhvillojmë spektaklin, merren dhe kontaktojnë në telefon nga kompania Telebingos shqiptare. Rini të qetë, ju keni fituar dhe kështu që asgjë nuk ju humbe. Miru pafshim. Zonja Edith, jemi në fund. Roga doli. Makina doli. 1 milion shi. Edhe 1 milion shi ne ka dhënë bankierja. Qa thua? Po, e ka dhënë tek e dyta, e ka dhënë disa herë. Po e kemi te Angela Jeshil. Angela Jeshili që doli tani? Po e ka dhënë dhe më përpara. Bankieri ka ofruar? Ka ofruar. Angela Jeshile, 1 milion! 1 milion shi e pabesueshme. Sot e pabesueshme. Sot kanë dalë të gjithë zarfat e mëdhenj dhe 2 prej cilëve janë fituar nga fituesit tanë. Edhe rroga, edhe makina. Telebingo vazhdon. Telebingo vazhdon dhe ju do të luani përsëri edhe për rrogën edhe për makinën. Me sa duket fati ka mbetur në javët e fundit të korrikut, luani me ne. Unë jam shumë mirënjohës mikpritësve këtu në Velipoja, Grand Europa Resort, në këtë resort të jashtëzakonshëm, ku kalojnë pushime të papara. Rëra që ndodhet në këtë det është sipas statistikave zyrtare, rëra më kurative dhe më e pastër në Bregdetin shqiptar. Pra edhe vini pushoni, edhe kuroheni dhe I keni të gjitha të mirat që mund të ofroj një resort në Shqipëri. Unë ju përshëndes nga Velipoja, tash më bëni qef. Pse thoni jo? Nuk do lani ju sot? Nuk do lani ju sot? Po do lani, pra do lani. Ja gocat po fute në pishin. Opa gocat. Hajde Andresa, edhe ti Andresa. E hoqe mikrofonin. Bravo, opa dhe Andresa. Hajde dhe qunan. Opa forca. Iqini këmi, bravo me gjithë këmish Renato. Hajde Armando, ti që kolegun. Opa Gjoni. Avi e kanadën, bukur dhe Avi me njedhje. Alvaro dhe Armando. Jakush dhe Selina që po kërcen si një siren deti. Bukur. Bëni qef. Për ju pas ka qenë kjo jetë. Unë kam mikrofonat, nuk mund të vi. Kështu që ju përshëndes. Nga Velipoja e bukur, nga ky resort fantastik, juroj një mbrëmje të këndshme. Kemi dhe finalen sonte. Kush do të fitoj? Anglia apo Italia? Anglia! E di që në këto momente më keni marrë natë të gjithë ju tifozët e Italisë, por unë jam me Anglinë. Por le të fitoj më I miri. Miru pafshim javën që vjen. Ju dua shumë.